A është e lejuar për femrat të I lidh flokët si punj mbi krye për lehtësim? Me ka fjalën në këtë formë aty, pastaj me vendos shamin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka përmend ta në hadith që është ndaluar nëse kjo do të thonë vrehet sikurse gunga e devës, ka përmend. Por nëse vendoset ma poshtë edhe vendoset shamia në atë formë e cila nuk e dallon këtë grumbull flokëve, këtë gung ose tek e pranë punj, nuk e pas kam dëgjuar si fjalë, ndoshta nuk e di, a është në gjuhë shqipe apo është në ndonjë, domethënë ndonjë vend e ka këtë fjalë. Themi nëse vrehet, domethënë prej jashtë edhe si gunga e devës, siç është përmendur në hadith, atëherë kjo është e ndaluar. Por nëse vendoset pak më poshtë, mlidhen flokët, për lehtësim mos mi ra flokët, mos mi dal prej shamis, në atë formë që mos mu vret sikurse gunga, ja, po thjesht, domethënë si rrumbullak tërsi e flokëve, nuk ka problem kjo. Nuk ka problem kjo, nëse shamia është e gjanë dhe domethënë nuk është bashkë këtu lart, po është diku më poshtë edhe jo ashtu që nuk e jep formën sikurse gunga e devës. Pra, duhet me kqyrë pak a shumë madhësinë e saj edhe apo vrehet as po vrehet nga jashtë. Nëse nuk vrehet, atëherë normal është më mirë mi lidh flokët se sa me mbajt të zgjidhur edhe me ratë e poshtë edhe me pas pengesë pastaj me dal prej shamis. Kujdes edhe me shamijat, mi vendos pak më të gjana, më të gjata dhe mos me da kështu, mos me ngjit për qafë ose për floke edhe me u duk 100% forma e flokëve, bile le të jetë pak a shumë mbi këto supe.